iOS 26 u prezantua dje në darkë. Hajde shikojmë bashk ndryshimet kryesore. Si fillim kemi dizajnin e ri të quajtur Liquid Glass. Një dizajn gjysmë transparent në stil xhami. Jo vetëm në iPhone, por në të gjitha pajisjet Apple. Kemi një aplikacion të rinovuar të kamerës më minimal. Dhe update i aplikacionit të fotove që tani ndahet sërish në tab, shumë më mirë se vjet. Edhe aplikacioni i telefonit rishikohet edhe këtu me tabe të ndryshme. Lart të preferuarit dhe poshtë thirrjet tona. Kemi aplikacionin e ri Gaming, lock screen i ri me mundësinë e zmadhimit të orës, por dhe me efektin 3D për fotot tona, të quajtur Special Wallpapers. Safari tani është full screen dhe akoma më minimal. Gjejmë një faqe të re kur bëjmë screenshot ku mund të përdorim dhe Visual Intelligence për të kërkuar atë që bëjmë screenshot, ose me opsionin e ri praktikisht Circle to Search siç është dhe në Samsung. Kemi live translation në kohë reale të telefonatave në telefonata normale dhe në FaceTime, dhe opsionin e ri Hold Assist, që vendos telefonatën në pritje kur marrim një shërbim klienti dhe na vendosi në pritje ata duke vendosur një këngë në sfond. Telefoni e njeh automatikisht dhe në momentin që mund të flasim, na e thot që ne mos të presim kot në linjë. Gjithashtu dhe përgjigje automatike e telefonatave e quajtur screening. Kjo për telefonatat nga numra që nuk i njohim. Telefoni përgjigjet vet duke pyetur se cili person po merr në telefon dhe arsyeën se pse po merr. Vetëm në atë moment ne na vjen zila në telefon me këto të dhëna dhe vendosim qofse duam apo jo të hapim. Nëse doni të dini më shumë edhe për iPadOS dhe macOS, lini shumë like dhe shihemi në videon e radhës.